Mos realizimi marrëveshjes së Ohrit, vrasjet dhe montimën ndaj ushtarëve të UÇK-s ishin disa nga arsyet e ardhjes së Andi Krasniqit, të njohur si komandant Malisheva në lagjën e trimëve të Kumanovës, për leshje armatosur që ndodhi me 9 dhe 10 maj, 2 vite më parë në këtë lagje të Kumanovës. Krasniqi, që është i akuzuari dytë, tha se qëllimi i grupit nuk ka qenë zgjidhja ndonjë konflikti të armatosur, por veprime paqësore lidhur me mosbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Ai në dëshminë e tij ka përmendur Eyüp Halimin, Ali Ahmetin dhe Sadullah Durakun nga BDI, që sipas tij ata e kanë ditur se grupi do hyjë në Maqedoni. Krasniqi tha se një pjesë e grupit ka pasur lidhje me agent të shërbimit sekret. Sipas tij, ka video regjistrim mes Mirsad Ndrecaj dhe 2 agentëve që vetë nuk e ka parë, por që ishte i njoftuar nga Ndrecaj. Unë s'kam pasur rol në vendimarrje, veç Mirsadi ka biseduar me politikan. Unë vetëm e di për një bisedë që nuk është sjellur në transkript. Ky rast është krye këputi i montuar politik dhe akuzën për terrorizëm mundeni t'i adresoni qeverisë së Maqedonisë. Avokati Naser Raufi tha se ky grup nuk kishte për qëllim destabilizim të vendit, por mbrojtjen e marrëveshjes së Ohrit. Për deklaratës të këtij akuzuar dol që motivi mund të mendoj që kanë ardhur në territorin e Republikës së Maqedonisë është mos implementimi i marrëveshjes së Ohrit. Ky akuzuar tregoi për padrejtësitë që u bën shqiptarëve, për cilë padrejtësi ka pas shumë takime me lloj-lloj funksionerë, domethënë, të partive politike, dhe ka pas edhe me tjerë personë që janë në për ministri, në prokurori, në partitë politike. Procesi gjyqësor për lagjen e trimëve pritet të vazhdojë të hënën me dëgjimin e të akuzuarve të tjerë, të cilët do japin dëshmitë e tyre lidhur me ngjarjet e 9 dhe 10 majit në këtë lagje të Kumanovës, ku ishin vrarë 8 policë dhe 10 pjesëtar nga grupi armatosur.